Teksa jemi në fund vit dhe disa profesione po shpërblehen për punën e tyre, mësuesit vijojnë që të mbeten deri më tani pa bonusin e që u është mohuar prej shumë vitesh. Presidenti i Sindikatës së Pavarur të Arsimit, Nevruz Kaptelli, në një intervistë për Ora News, i bëri thirrje qeverisë të rikthejë këtë shpërblim simbolik, i cili sipas tij është një gest minimal respekti dhe nuk përbën ngarkesë për buxhetin. Qeveria jemi në fund vitit, duhet t'u jap shpërblimin që jo ka mohuar për shumë vite mësuesve, shpërblimin e fund vitit. Është një shpërblim simbolik, është një shpërblim lek dhe nuk është një problem i madh për të shpërblyer mësuesit për punën e vështirë që ata bëjnë. Kaptelli thekson se mungesa e shpërblimit dhe pagat e ulta po i demotivojnë mësuesit dhe po ndikojnë në cilësinë e punës në shkolla. Është paga ajo që nuk motivon maturantët për të shkuar në degët e mësuesisë dhe ky është ndëruar në një problem kryesor që niveli i mësuesve të rinj që po futen në sistem është një nivel shumë i ulët dhe kjo po detyron pastaj edhe kategori të tjera të shumta të familjarëve që i drejtohen arsimit jo publik dhe një pjesë që kanë edhe mundësinë të çojnë edhe fëmijët e tyre edhe në shkolla jashtë shtetit. Ai paralajmëron se paga jo konkurruese ka bërë që shumë maturantë të mos zgjedhin më degët e mësuesisë, duke ulur nivelin e mësuesve të rinj që hyjnë në sistem. Sipas tij, kjo po detyron shumë familje që t'i drejtohen arsimit jo publik ose t'i dërgojnë fëmijët për studime jashtë vendit, ndërsa kërkon që qeveria të ndërhyjë që profesioni i mësuesit të bëhet i kërkuar, që arsimi publik të rrisë cilësinë.